Gjatë një vizite në shkollën fillore Marko Nuculović në Shtoj u zhvillua një intervistë me drejtorin e institucionit Dula Slani. Në këtë takim u hodhën dritë mbi zhvillimet më të fundit në procesin mësimor, aktivitetet që po realizohen gjatë kësaj periudhe dhe angazhimin e stafit për të ngritur standardet arsimore në një nivel edhe më të lartë. Drejtori Aslani theksoi rëndësinë e vjuarshmërisë së rregull të nxënësve, si dhe bashkëpunimin e pandërprer me prindërit, duke e cilësuar atë si një shtyllë thelbësore të funksionimit të suksesshëm të shkollës. Ai shtoi se projektet jashtëmësimore, aktivitetet kreative dhe nismat edukative po zhvillohen me intensitet, me synim për të krijuar një mjedis motivues dhe të pasur me mundësi për secilin nxënës. Kjo vizitë dëshmoi përkushtimin e vazhdueshëm të shkollës për të ofruar një ambient modern të sigurt dhe frymëzues, ku çdo fëmijë ka hapësirë të rritet dhe të shprehë potencialin e tij. Ju përshëndes, jeni të mesardhë si gjithmonë në këtë institucion, jeni dritarja më e madhe edhe për Ulqinin, po për këtë shkollë, për knesi. Ky vit shkollor vetvete është ndoshta pak edhe më i veçantë. Arsyeja sepse nga njëra anë dy mësimdhënësve kanë shkuar në pension dhe i urojmë shëndet dhe ta shfrytëzojnë sa më gjatë njëra dhe tjetra. Ndërsa nga ana tjetër, aktivizimi i tyre kadrove të ri dhe puna me ta, pastaj puna me nxënësa dhe gjithë ato, ndoshta ka një zanafil tjetër, arsyeja sepse çdo fillim është i vështirë, kuptohet, por ka më dalë, jam mase i billën, dhe çka është më rëndësi është që ne ju e dini që nuk mund të rrim rehat pa projekte, pa aktivitete, pa thjesht gjillemi në çdo punt. Këtë sezon, Arsimtari i Informatikës ka konkluduar në një projekt që është kjo CEDIS-i që ka organizuar, dhe nga juria përvame nga përfaqësuesit e CEDIS-it, enti për shkolla, për zavës e shkollstvo, Ministria e Ekologjisë, OJC-ja EKOM, kanë shpërbly 7 projekte, në mesin e të cilëve në projekti 3, gjinët edhe shkolla e jonë, ekolaboratoria, po laboratoria e ekologjisë është një projekt në të cilin për momentin nuk do e jap detaje më shumë se sa të holla ka me përfitu shkolla, po në këtë projekt do jeni edhe ju të njoftu, se jeni pjesë të këtij projekti, edhe gjithashtu edhe bashkësia lokale. Ne pothuajse edhe pse kemi obligim, pavarësisht asaj, ne s'mundemi pa bashkëpunim me përsinë lokale dhe pushtetin lokal, gjithashtu edhe me Ministrinë e Arsimit, dhe për atë edhe ndoshta ja arrim gjithë aty në sukseseve të cilët deri më tani. Sa i përket infrastrukturës, të duhet potencoj përsëri. Jemi shumë keq, e shpërtarë të keq, sepse është rritur numri i nxënësve, është një shkollë e cila tani mund të plasim ka një traditë shumë të gjatë, ka shumë suksese, ka treguar suksese edhe në nivel të komunës, në nivel shtetëror, por edhe jashtë shtetit, dhe e meriton që me rritjen e numrit të nxënësve e meriton që të ketë një shkollë të re, gjithsesi, pakten të zgjerohet me disa hapësira shkollore. Nxënësit si gjithkund, normal ka nga ato që meritojnë të dënohen me sjelljet e tyre, edhe këtu i kemi 3-4 nxënës të cilët të gjithë stafi mundohet që me eduku në mënyrë më të mirë, sepse ne jemi të ndërgjegjshëm që shkolla fillore është e obligueshme, dhe secili nga ne ka obligim parsor atë që nxënësit nga rrugat i sjellin në banka shkollore, dhe jo ndryshe nga bankat e nxjerrin në rrugë. Fati i mirë është se në anën tonë arsyeja se do të shkolla nuk kemi lokale, nuk kemi kafeteri, nuk kemi klube, ajo është një gjë shumë pozitive edhe në lehtësimin e punës tonë, por edhe nga ana tjetër prindit janë më të sigurt
se ku i vinë në shkollë, e dinë që i kontrollojnë në shkollë dhe jo në klube dhe në kafeteri. Këto sa i përket suksesit. Suksesi sa do i mirë që tjetë, gjithmonë luftohen për diçka më të re, për më të mirë. Shpresojmë në detyrat që kemi obligative, në testimet e klasës 9, testimet e klasës 4, testimet e klasës 6, të dalim paqëbarë. Te testimet e klasës 9 ka dhe ndryshime këtë shkollor. Nuk do kontrollohen testet më në Ulqin, nga mësimdhënësit, po do kthehen menda ditës në qendrën e krijimeve, kështu që do kontrollohen atje. Dhe besoj që ndoshta do jetë edhe një gjë ma pozitive, që mos t'i hahet haku as edhe kuj, megjithëse edhe këtu nuk është hangër haku, por duhet të jenë nxënësit më të kujdesshëm dhe stafi mësimor t'i sqarojë nxënësit, t'i bindi që edhe nëse detyra e punuar në rregull, por është jashtë kuadratit ku është e parapame detyra, nuk do numërohet, nuk do vlerësohet. Apo planifikoni aktivitete kulturore, sportive apo humanitare deri në fund të vitit? Normal që kemi me u inkadru në të gjitha programet që kam organizu komuna. Pastaj do bëm përpjekje shmos që t'jemi edhe në bazarin e fundvitit, me punët e nxënësve, me punimet e nxënësve. Pastaj, sa i përket projekteve, ne jemi të gatshëm të ndihmojmë si komunën, si OJC-t, në disa projekte si për gjelbrimin, pyetje, ose rregullimi, ose pastrimi. Nuk i kemi ikur kurrë, kështu që nuk do ikim as këtij rasti. Kështu që jemi të hapur për gjithë. Jemi të hapur për gjithë dhe mezi presim që çdo kënd ta ndihmojmë me aq sa kemi mundësi dhe aq sa kemi forcë. Cilat janë ato synime afat shkurtra që doni t'i realizoni dhe deri në fund të kësaj periudhe? Parsore mbetet kjo tani masi që kemi fituar këtë projekt, ta shfrytëzojmë në maksimum dhe të arrijmë të nxjerrim maksimumin. Pastaj kemi afërshkurtërisht edhe një projekt që na kanë thirrur një organizat dhe shpresoj që do kemi një fond diku deri në 5.000 euro dhe të paktën do mundohemi ta shfrytëzojmë aty ku është ma e nevojshme. Ndërsa sa i përket punëve që në të ardhmen që janë me afatgjate, parsore është të kemi një projekt të mirëfill për komplet mësimin në një turn, kësa e thojnë thjesht një shkollë të re për këtë zonë. Mund të them edhe këtë që kjo zonë është e veçantë ndoshta për komunën e Ulqinit dhe e ka merituar para shumë kohëve një shkollë të tillë, arsye sepse plazhi prej 13-14 kilometrave që shfrytëzohet këtu edhe mos të ketë një shkollë të mirëfillt për këtë nxënës me të vërtetë është mjeruese. Shkolla juaj sa ka të rëndësishme edhe bashkëpunimin me prindër të këtyre nxënësve të shkollës fillore Marko Nucullović, është rëndësishme bashkëpunimi me ta? Bashkëpunimi me prindër është shumë i rëndësishëm. Mund të them edhe këtë që ndoshta edhe pjesa më e vështirë. Arsyeja se edhe ne jemi prindër, por nga njëherë shpesh ndodh të ketë mos keq kuptime në mes të asaj, sepse çdo prind për fat të keq
mundohet që fëmija i vetë të jetë në bitë tjerë, dhe duke ditur mirë që nuk i meriton ndoshta disa nota, dhe aty është për të ardhur keq, sepse nuk i ban mirë, i ban shumë keq, e mëson parazit, dhe kjo ndikon në shkollimin e metodishëm të tij, ndikon negativisht. Se mendon se prindrit mund ta përcjellin ton jetën. De facto ne e dim që prindrit mund na përcjellin aq sa kon jetën ato, dhe s'munden më shumë, kështu që duhet fëmijët të mësohen, të përgatiten, që të jetojnë vetë. Dhe aja është edhe qëllimi im ka qenë që është ka marrë këto në këtë ulse, që të ketë sa më shumë pajisje shkolla me televizora, me kinoprojektora, me tabela të mirëfillta për të mësuar me teknologjinë e sotme. Arsyeja është se unë i du nxënësit edhe mësimdhënësit t'i kem barabartë me ato të Europës, Amerikës, Azisë, dhe kushtësi të jenë të fundit, pra që mos din t'i përdorin këtë teknologji, sepse ata nxënës do dalin, unë i du të barabartë dhe kam dëshirë t'i shoh në konkurrencë me ta. Par vjet ju kujtohet që kishim garat nga matematika në Bullgari, 20 nxënësa, dhe kemi dalë ndër më të mirë. Nuk është të thonë me qenë gjithmonë fitues, është shumë e rëndësishme të marrësh pjesë nga herë në garat jashtë shtetit, të shohësh ecurinë, mënyrën e vlerësimit, rregullat e moshatarëve të tyre jashtë këtij vendi. Me gjithë angazhimin dhe përkushtimin e shfaqur, shkolla fillore Marko Nucullović në Shtoj vazhdon të mbetet një shembull i përpjekjeve të palodhura për rritjen e cilësisë arsimore. Zhvillimet e prezantuara nga drejtori Aslani dëshmojnë qartë se fokus i këtij institucioni mbetet krijimi i kushteve sa më të mira për formimin e brezëve të rinj. Kështu vizita jonë përmbyllet me një mesazh optimist. Investimi në arsim është investim në të ardhmen dhe në këtë shkollë kjo e ardhme po ndërtohet me hapa të sigurt.